Prokuroria pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ka dhënë 8 masa sigurie ndaj disa shtetasve dhe zyrtarëve të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në kuadër të hetimeve për vepra penale, falsifikimi i dokumentave dhe fshehja e të ardhurave. Hetimet u zhvilluan në kuadër të procedimit penal numër 4472 të vitit 2025 në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit Tatimor dhe Seksionin e Krimit Ekonomik Financiar të Policisë së Tiranës. Nga hetimet ka rezultuar se administratori i subjektit CFO Pharma, shtetasi FM, ka përdorur 2 subjekte të tjera, Pharma Plus dhe Nedix Albania, për krijimin e faturave dhe inventarëve fiktiv, me qëllim përfitimin financiar nëpërmjet skemave të rimbursimit të barnave nga FSDKSH. Nga verifikimet në të dhënat e FSDKSH dhe deklarimet e subjekteve farmaceutike, është konstatuar se Pharma Plus dhe Medix Albania kishin deklaruar në sistemin EDEPO gjendjet e pavërteta të barnave në vlera që kapnin 10 miliona lekë, pa pasur realisht blerje apo stok. Masat e sigurisë ja dhënë për shtetasit AZ ndalimi i daljes jashtështetit dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, IJB ndalimi i daljes jashtështetit dhe detyrim për të paraqitur, LB ndalimi i daljes jashtështetit dhe detyrim për të paraqitur, FM arrest në burg, SZ arrest në burg, ZM ndalimi i daljes jashtështetit dhe pezullim nga detyra publike, EG ndalimi i daljes jashtështetit dhe pezullim nga detyra publike, dhe RA detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore.